Unë do të komplimentoja sepse kushdo që sjell një buzëqeshje tek një person, sado sekonda që zgjat praktikisht ka ndikim tek jeta e tij. Edhe serioziteti është një gjë shumë e rëndësishme. Edhe në ke plerat kam kuptuar, unë merja në ato kohë 3.700 euro. A ka pas ndonjëherë dështim fatal? Ishte koha në Gjermani kur unë është depresion. Gjëja më e bukur të rish afër familjes, edhe gjëja më shkatruese janë veset. Okej. Edhe kjo është skenar. Tjerët po kënaqin, unë po u zhytesha. Durimi është gjë më e fuqishme dhe më e rëndësishme në jetë. Tani e di çka ka ndodhur tash, i kam bërë shumë shok, saqë Gela duke i bërë reklama falas. Se si marr dot lekët, s'kam çfarë t'ju bëj. Miq të podcastit, përshëndetje. Sot kam ftuar një personazh që nuk kalon kurrë pa u vënë re. Kjo jo pa qëllim, por për arsye sepse është një tip dinamik, është karizmatik, është gjithashtu njëkohësisht dhe i thjesht, por edhe pozitiv. Sot kam kënaqësinë ta kem të ftuar për të njohur një anë tjetër të tij dhe ju uroj direkt mirëseardhjen Arnoldit. Mirë se u gjeta. Arnold, mirë se erdha. Unë kam një pyetje direkte, sepse kam qenë kurioz që momentet e para kur unë të kam ndjekur. Sigurisht se biseduam edhe paraprakisht, të kam ndjekur përpara se ti jesh në emisione televizive dhe jam bërë kurioz për mbiemrin. Nuk e gjej në Shqipëri. Damazeti, aq më tepër me 2 z. Rreth parë faleminderit për ftesën një herë, e vlerësoj shumë. Faleminderit. Edhe të shpjegojmë pjesën e mbiemri. Ka qenë koha kur unë bëra filmin e parë në 2022-shin. Pastaj gjithë podcasti ishte italian. Përveç saj, ne vazhduam të ndryshonim dhe emrin, ti fusim një z. Okej. Do të thonë ti përshtatej podcastit italian. Okej, pra që le të themi të italianizohet pak edhe që të jetë më i përshtatshëm për atë kategori. Është interesant, edhe për tregun amerikan e kërkojnë më shumë këtë lloj mbiemri. Si quhet filmi? Blades in the Darkness. Mund ta shikosh, mund ta klikoni për shembull në Amazon Prime. Kushton ja 13 euro, nuk e di sa është ajo. Okej. Por nuk e dija këtë gjë. Kjo bën akoma më kurioz për të njohur sepse i bie që ke bukur është sepse unë po presoj një film të dytë. Okej. Që jam bërë 2024, do shfaqet nga shtatori i këtij vitit. Do jetë një buaj i madh sepse administratori që ka dorë këtë lloj filmi është nga Los Angeles, edhe ai do ta administratojë në të gjithë do jetë fillimi deri në fund. Edhe ajo do jetë pjesa më e fuqishme që do ndodhet në këtë. Pra ka gjasa që ta shikojmë në Shqipëri, po themi në kanal shqiptar. Në kinemat do shfaqet. Do rresa më shumë sukses se kjo pjesë, nuk e di. Shiko, do doja shumë që ta nisim, po themi, nga Zanafilla. Okej. Përpara se të ishe një personazh publik, jo vetëm përpara televizion, po qoftë edhe përpara shfaqjes në rrjetet sociale. Kush ka qenë Arnoldi? Tani Arnoldi unë gjithmonë kam qenë personazh aventurier. Gjithmonë isha person që kisha shumë shoqëri, kisha shumë njerëz rreth rrotull, isha gazmor, isha person që i bëja gjithë për vete. Edhe erdhi një moment që më erdhi kamera në dorë dhe vazhdova ta shfaq veten në rrjetet sociale. Po aty kuptova, videot e para që unë bëra ishin bën shumë virale. Aty ngela, unë thash s'ka mundësi, e kupton? Po ishte pak aktrim edhe pak realitet. Kupton? Unë vazhdova të tregoj historinë time, ndaj videove, hat mas hapi, pastaj njerëzit filluan të më besonin, të kishin respekt për mua, vazhduan të gjithë se unë vazhdoja të isha shumë i thjesht me njerëzit. Shumë i edukuar. Kjo është një nga gjërat që sekret besoj që është edukimi, që ti ke vënë re që unë nuk unë asnjëherë nuk kam shajt ose kam bërë diçka gjëra që janë banale. E ke vënë re? Ti marrë me radhë. Do doja të kuptoja në momentin e parë që ke marrë kamerën në dorë. Që ke filmuar vetëm apo dikush tjetër të ka filmuar. Dua ta bëj këtë pyetje sepse e kishim temë dhe me një ftuar të nderuar siç është personazhi Jon Askepi më përpara, ku ne vlerësoja shumë për të folur në publik dhe është një nga temat që sot ka shumë njerëz që kanë shumë botë, kanë shumë për të treguar, por stepen për të folur në publik. Dhe një nga gjërat që unë vlerësoj tek ti është guximi për të folur dhe për të shprehur atë që ti je. Gjë që të bën mos të jesh hipokrit. Dhe kjo jam i sigurt që do të ndihmojë të ardhmë edhe në bizneset e tjera, por dua ta kuptoj se si ka filluar, kush ka qenë përballja parë. Kjo vjen edhe mbas eksperiencave të mia me njerëzit që kam denjur ose kam pas eksperiencë. Do të thonë unë gjithmonë kam denjur me njerëz më të vetja. Normalisht ta ka bashkuar puna, biznesi,
edhe unë e vodha pak si stil këtë gjë. Pastaj se unë ju e dini, unë vija nga një vend, nga Dibra, pastaj zbrita në Tiranë. Edhe në Tiranë kam jetuar në Babru, një personalitet ose le të themi një mentalitet ndryshe nga qytetrimi. Unë vazhdoja ta merrja këtë hap pas hapi me njerëz, me punën që bëja dhe me aftësitë dhe me njerëzit që unë rria. Ke marrë po të themi nga socializimi që ke pas me njerëz të duhur. Me njerëzit që bashkëpunoja. Shiko, unë e them shpesh, si fillim një herë ndjes sepse vazhdo me vrull të komplimentoj edhe të uroj për lajmin e mirë që morën vesh për bebin. Uroj që të vi sa më mbar në këtë botë edhe të ketë jetë lumtur edhe patjetër suksesshme, edhe sidomos edhe ta shijoni. Por un kam 2 fëmijë. Dy çuna, shumë faleminderit, dhe një nga gjërat që mendoj, sidomos bazuar dhe ke kaluara ime për të mbështetur atë që ti thua, është që unë të paktën si mashkull në Shqipëri, në Tiranë, jam rritur më shumë nga shoqëria. Pse? Sepse me personat që rria merrja nga ato ose kuptoja kush unë nuk duhet të jem. Dhe kam përshtypjen e njëjta gjë ka ndodhur edhe ty. E njëjta gjë është edhe me mua. Unë gjithmonë shoqëria nga ime ka qenë në gjërë. A kupton? Kur ndodhi kjo gjëja pjesa e fëmisë, u vazhdova u bëra pak serioz. U bëra pak vjen direkt ndjenja përgjithësisë. Isha gjithmonë nuk rrihet një sekond në shtëpi. Isha gjithkohë lëvizje, këtej andej, shtet në shtet, nga shteti tjetër. Nuk e di se si ndryshoj kështu tak fak. Është një gjë edhe nga Zoti, nuk e di, është diçka që e vlerësoj me të drejtë. Vjen natyrshëm, E vlerësoj. Shiko, me kalimin e kohës do të rritë akoma dhe më shumë kjo përgjithësi edhe unë e quaj që mund të jetë edhe një kthes për mënyrën se si ti mendon etj. Po kush ka qenë momenti i parë që ke ndier realisht që duhet i futesh kësaj bote, bota publike? Botës publike. Ishte momenti kur publike do të themi në anën e televizionit apo në anën e përfshirë edhe aspektin digjital. E di pse them ndjesë të ndërpres. Them bota publike që në aspektin digjital sepse shikoj që një nga konkurrentët më të fortë televizionit është vetë rrjeti social. Ku ti vetë me vullnetin tënd ke filluar këtë lloj eksperience, pavarësisht hapave. Pasi bëra filmin u vazhdova të reklamoja veten si aktori i kësaj gjëje. Po, unë bëra një gjë ndryshe. Nuk bëra një kualitet lartë të aktorit, po bëra një thjeshtësi. Bëra një ndryshim tjetër që të kuptojnë njerëzit se thjeshtësia fundit ecën përpara. Pra, në rol ti tregon një qasje modestie. Bravo, dhe këtë unë e bëj me shumë qejf edhe me shumë dëshirë. Kur shikoj për shembull njerëzit që shikojnë videot ose komunikimin ose shakat që bëj, qeshin, shikoj komentet që qeshin që gjithkohës. Mua më shtohet akoma oreksi, edhe më bëhet ajo, nuk e di. Nuk është diçka që mund ta bëj edhe pa lek. Mos më rasti lek, mund ta bëj me gjithë qejf. Ndihem mirë. Pa interes. Shiko, kjo është gjë që vihet re, për qenë realisht, ashtu sikur se edhe folëm përpara podcastit, sepse doja që t'i themi ca gjëra, sepse një nga synimet që ne të paktën synojmë është që të transmetojmë atë që është reale për gjithë secilin nga personazhet dhe për mënyrën që mendojmë. Unë do të komplimentoja sepse kushdo që sjell një buzëqeshje tek një person, sado sekonda që zgjat praktikisht ka ndikim tek jeta e tij. Kështu që të komplimentoj dhe që të vazhdosh ta bësh sepse personat që japin energji pozitive në një botë sfiduese me shumë shpërqendrime etj, s'bëjnë asnjë gjë tjetër përveç se japin goxha mirësi. Kështu që mos u dorëzo, jam i sigurt që mund të kesh 1000 komente. Ndoshta ne publikun nuk i lexojmë sepse të shohim ty edhe nuk kanë pozitive. Por në momentin që vazhdova atë televizionin, vazhdon të negativet. Nuk e di pse. Po se shtohet edhe masa. Po pra, gjithmonë kam vazhduar të jap më të mirën, gjithmonë. Po nejse. Unë gjithsesi kam menduar që ti të arrish majat ose të arrish gjërat që do ti, duhet t'i përballësh të dyja gjërat, edhe negativiteti dhe pozitiviteti. Kam gatshëm, jam i gatshëm. Eksperiencë të ka bërë mirë. Më ka bërë mirë, më ka mësuar, edhe me vërtet kam kuptuar realitetin sepse unë vjen nga një mentalitet tjetër. Kam 12 vjet në Europë. Unë kur erdha këtu isha i formuar, i pa ditur se çfarë duhet bëja. I themun si miun qytet, në sensin po thotë. Edhe unë kapa vetë direkt tek pullë, unë bëj videot i bëj vet, montazhimet i bëj vet, skenarin e bëj vet, çdo gjë vet. Vetëm marr ndaj shokët e kështu, po edhe shokët e mi përfitojnë shumë herë, edhe dua t'i ndihmoj. Sepse fillim me eksperiencat e para. Fusa shok për shembull që duhet t'i fus në rol ose në kështu, janë disa që nuk pranojnë se kanë turp ose të shikojnë që priset që ka niveli i ulët.
por janë sa që e vlerësojnë. E vlerësojnë edhe unë ua tregoj edhe kanë hequr ato njëkohësisht. Prandaj vlerësova gatishmërinë tënde për të dalë në publik. Si trajner që jam, më pyesin shpesh si të mësoj të flas në publik. Dhe unë nuk është se jap trajnim të dedikuar për folën në publik, por një nga mënyrat i them të paktën se si unë e kam fituar është të përballesh. Pra, në momentin që ti përballesh, ke hequr frikën, ke rritur vetbesimin dhe ke marrë gjitha. Përballja publik e kam shumë thjesht. Nuk jem mbi 200 njerëz, unë dikush për ajo sekreti vokali i zërit që ti marrësh vëmendjen. Edhe fshirja e çdo gjëje. E syut, si thojnë. Pastaj, ndërsa në televizion ishte komplet gjë tjetër. Po, sepse është kamera. Sepse është kamera dhe nuk e kisha mësuar me këtë gjë. Po me edhe me atë vazhdova ta kapja dhe ta mësoja eksperiencë. Shiko, jam i sigur që nga ky rrugtimi që gjithë ne njohim tëndin, po themi që në fillimet e rrjeteve sociale edhe deri tek televizioni, shohim patjetër anën pozitive. Po jam i sigur që ka pasur lëngritje dhe doja të të pyesja qoftë për kurreshtjen e audiencës, kush kanë qenë sakrificat e tua, po themi, në gjithë këtë rrugtim. Flas për aspektin profesional, por që mund të ketë ndikuar edhe në atë personal. Sakrificat kanë qenë kur angazhimi i përditshëm, idet, që se idet e mia unë i prodhoj në darkë, para se të le. Pastaj ditën e realizoj. Nuk e di si është kjo gjë, po gjithmonë i realizoj këtë. E dua që edhe e personit, ose biznesit, ose një zhaneri, ose një grupi, çado që t'jetë, t'jap një mesazh e diçka që ja vlen. Edhe ata ta besojnë dhe ta mirëkuptojnë dhe të më krijojnë një besim te unë. A kupton? Edhe unë të kam të lindur, nuk është se bëj vetë. Ka komplet natyrshme. Këto e kam përveç të lindur kam përshtypjen që është edhe hapi që ke marrë. Është edhe hapi. A di pse se ka njerëz sikur se the për shokun tënd që të vjen të ndihmon her pas here. Ai duhet mos pasur guximin tënd, ai mund të ketë shumë ide. Ose mund të jetë më i talentuar se ty në të ardhmen nëse punon. Por s'ka guximin që të hedhë hapën e parë dhe ngel vorbull pastaj. Çdo gjë është guximi. Sepse ideja nga implementimi guzimi dhe eksperienca. Problemi pastaj që ti merresh më i madh, sepse mund të kemi shumë ide dhe kemi sërtar. Dhe kam përshtypjen që e njëjta gjë është edhe në eksperiencën tënde. Por ty pak edhe tek aspekti personal, sepse sot ajo është dhe më e rëndësishme që do të njohim sa më shumë Arnoldin. Kush janë ato cilësi personale që mendojnë që të dallojnë nga të tjerat, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në jetën profesionale, por edhe për atë që është e ardhme jote, që është bota, po themi edhe e biznesit në një farë mënyrë, sepse mënyra se si ti po operon, vizioni është biznesi që do flasim pak më mbrapa. Pra, çfarë të bën që të dallojë si personalitet? Unë ka vazhduar ta ndryshoj monedhën kohët e fundit, sepse kam menduar që edhe serioziteti është një gjë shumë e rëndësishme. Domethënë po i bëj një bashkëpunim midis të dyve që klientët edhe njerëzit të bëjë që ndihen mirë ose shikueshmëritë e të tjerëve, dua që të ndihen mirë dhe të kuptojnë sinqeritetin tim dhe të kuptojnë atë që unë jap. Domethënë është një dëshirë. Nuk e quaj më shumë si një punë, po e quaj si dëshirë dhe nuk e di, është diçka që unë e ndjej dhe e bëj. Unë po, diçka që ndjej unë do e bëj si s'bën, nuk ka. Le të takohet toka me qiellin, të prishet bota, po unë do e bëj. Në qartë. Shiko, kam përshtypjen që të paktën ne të dy kemi një gjë të përbashkët. Kemi dëshirën për të dhënë. Bravo. Sepse dëshira për të dhënë, domethënë të japësh pa interes. Kjo është e bukur. Të japësh pa interes, ta tregosh me shumë sinqeritet dhe me shumë kjo është e bukur. Unë këto e kam ndier pa të njohur edhe përballë dhe qoftë edhe nga pozicionimi që ti ke marrë. Pra kushdo që del dhe do t'japi, po themi, pozitivitet dikujt, në natyrë është dhënës. Dhe këtë zakonisht e kanë aktorët, e kanë trajnerët, e kanë mjekët, po themi si mision. Përveç atyre pastaj që e bëjnë edhe vetëm për interes. Unë aktrimin, kur kam bërë dhe aktrimin, mos kam bërë as kurs, as shkollë, as gjë. Ka qenë komplet autodidakt. Unë çdo që ka bërë deri më sot janë autodidakt. Unë jam dhe muzikant, jam baterist, edhe këtë kam qenë i vogël, bëja melodi me karrike, me gjëra. Edhe çat herës, unë akoma sot të kësaj dite mund të jem bateristi më i mirë. Më i mirë jo, po jam profesionist. Edhe përveç tyre kam qenë edhe balerin, kam bërë edhe kërcime, gjëra. Ose kam parë ato lëvizje që kam qenë edhe
në arte marciale, në kickbox, të gjitha janë autodidakt, nuk e di. Është diçka lindur. Shikoj, më lind një pyetje krejt natyrshëm. Se fakti që je multidimensional dhe është një kategori shumë e mirë e atyre njerëzve dhe një, po themi, personifikimi atyre njerëzve që mbrapa janë shumë të aftë menaxhoj njerëz. Pse? Sepse din pak nga të gjitha. Po themi, CEO i Alibabas këtë thotë që unë s'marr vesh thot nga teknologjia etj. Ajo që di të bëj unë është di pak nga të gjitha dhe di që të vendos njerëzit e zgjuar të punojnë me njëri tjetrin. E di nga vjen kjo? Ndjes, pa të ndërprerë, dua të kuptoj këtë gjën. Ndjej dhe shikoj goxha vetbesim. Nga se të vjen gjithë ky vetbesim? Vetbesimi vjen, do të thonë, kam pas. Pse si ka të bëjë me sportin apo fakti që ke provuar shumë gjëra në jetë? Thash sportin sepse di që sporti është unë kam një moshë, unë kam pas shumë eksperiencë në jetë. Kam bërë as shumë gjëra, as shumë projekte, as shumë dimensione, saqë kohët e fundit kam vazhduar që ta shpreh çdo gjë dhe të tregoj, se në fundit e bukur është të shprehësh atë që ndjen, atë që të vërtetën, nëse e vërteta asnjëherë nuk humbet, si thonë. Pastaj kalon në personazh hipokrit dhe gjë që dallohet në kohë sotshme. Shumë vërtet. Edhe kështu është. Të komplimentoj edhe për këtë pjesën, sepse një nga gjërat që unë shikoj të paktën ke shumica personazheve, se s'mund t'i fusin dot gjithë në një thes, është që krijoj një lloj fasade që tek audienca ndjehet. E vërtetë është kjo. Ndjehet dhe i kthehet edhe bumerang, dhe i duhet shumë kohë pastaj që të dalin në naturalitet. Pavarësisht se mund të kenë suksesin e tyre, por nuk e kanë atë 100% që ne vet po themi. Në momentet vështira, sepse folëm pak edhe për ulengritjet, kuptuam që ke qenë edhe në migracion, ke pas sfida qoftë me veten, po edhe me të tjerat edhe me situatat. Unë kam diçka që nuk i tregoj asnjëherë. Sado poshtë kem qenë ose sado i mbyllur të kem qenë ose problemet kem pasur, unë nuk e jap kurrë veten. Këtë e kam, nuk e di, ka problem këtë gjë. Është mirë ta tregosh, por nuk e shfaq. Ke qajt ndonjëherë në publik? Asnjëherë. Kam qajt vetëm një herë në publik në emision për nënën, herë tjetër jo. Në qartë. Çfarë të bën që në momentet vështira të qëndrosh në këmbë, apo çfarë të mendon që është ai çelës suksesi, duke u kthyer ndoshta kokën mbrapa, duke parë komplet jetën tënde, që të mban në këmbë. Pra, ke një moment vështirë dhe ti apo prapë. Është dua të zbuloj sa më shumë. Okej. Dua të njoh çdo personi. Dua të kem komunikim me çdo lloj individi. Dua që të arrij atje, do të thonë dua është një diçka që unë nuk e njoh. Unë dua të futem aty, do ta shikoj se si është. Do ta kuptosh. Ja, për shembull ti je prezantues. Po. Kjo më bën më shtym prap, sa erdha sot unë pas ty, edhe më bën të shtyt prita provoj edhe këtë gjë një. Si mund të jetë, e kupton? Ta kuptoj edhe botën. Jam shumë kështu, shumë person që e marr hapin direkt, pa pas problem, pa thënë jo priti herë nuk bëhet, unë e marr hapin. Shiko, ke cilësi shumë. Mund të jetë edhe problem, edhe mund të jetë aftësi, nuk e di. Shiko, është dhe aftësi dhe problem, sepse të dyja vinë dhurat. Bravo, të dyja. Thonë e mira dhe e keqja vinë, po me përqindje ndryshme. Shiko, unë shikoj aftësi shumë të mira, meqense dojmë nga kjo për shitje tek ti. Bravo. Dhe pse? Sepse në radhë parë dukesh që je edhe goxha empatik. Dhe je empatik sepse ke këto që sapo konfirmove tani që do të kuptosh edhe botën e tjetër. Pra futesh tek kputca e tjetrit. Dhe kur futesh tek kputca e tjetrit, bësh dhe jafta, bësh ndoshta edhe ato që bën ai. Dhe ndoshta mund ta bësh edhe më mirë. Kur bëj ndonjë reklam ose më fton një biznes, ai më thot mua ta jap skenarin se çfarë duhet të flasësh, çfarë duhet të shesëna, rriqe se di unë gjithë them aty. E vazhdoj unë tak, filan produkt ka këtë, kjo është një shije kështu. Pastaj ngelin ato. Okay. I ka moment befasie. Edhe vazhdon kjo, ju faleminderit edhe habitën, e kupton? Mendojnë që Arnoldi është ndryshe, por kur takojmë përballë, çuditën. Duket ajo. Shiko, sidomos në periudhën e pandemisë, po edhe më mbrapa ka qarkulluar shumë që është bërë edhe më ndukje që personat që buzëqeshin, po themi, nuk janë dhaq të lumtur sa që e vërtetë është kjo, shumë e vërtetë. Ne mundohemi ta njerëzit që nuk janë të lumtur dhe buzëqeshin mundon që të mbulojë gjërat që ka bër, edhe ta rikthej me i buzëqeshje. Po edhe kjo mund të jetë dhe gabim, dhe aftësi, dhe gjë e mirë. Por njeriu do të jetojë ashtu siç do ai. Shiko, nga eksperienca personale, unë jam goxha person empatik. Dhe kam përdorur si pikë fortë sepse unë
kam punuar goxha me shitjen, qoftë në shitje direkte me individin, po edhe business to business, po kam qenë edhe në departament operacional, gjithmonë për të mundësuar shitjen nga aspekti, qoftë nga trajnimi, nga aspektet personale etj etj. Dhe tek empatia kam kuptuar gjë. Është shumë e mirë sepse ti kupton klientin dhe fillon flet gjuhën e atit, po nga ana tjetër të ezauron sepse ti përfshihesh edhe tek ndjenjat e të tjerëve, përjeton po themi dhe hallin atit tjetrit. Të ka ndodhur kjo gjë ty? Më ka ndodhur shumë. Gjithmonë kur unë kisha klient që ai për shembull kishte një problem ortakësh. Ishin dy ortak, njëri donte të bënte e tjetri nuk donte. Tani shiko çfarë bëreu. Unë bëra tani shkova ka e tjetri, e doja ta bëj për vete. Ka që s'donte. Bravo. E bëra as për vete atë, saqë unë në ato momente ato i bashkova bashk, e në ato momente janë ortak shumë të mirë. Ata ishin të ndarë, kishin probleme me njëri, kishin borxhe me njëri tjetrin, po ti shikosh tani nga ai moment që unë i bëra atë gjë, janë akoma bashkë, vazhdojnë bashkëpunë shumë mirë. Nuk e di mund të jenë mund të jenë ndarë bravo. Që shkaku po themi të paktën pra ai sa zjati. Edhe gelen ato, se unë ishe marr vesh nga biznesi, kam pasur biznes në Gjermani, i tregova përqindje gjëra si thashun, sa përqind ke ti thashun? 49, po ti 51. Mirë, ky ka përparësinë i thashun. 51 ishte ky që donte. Po. Ky ka përparësinë. Po menaxhimin e lekëve menaxhon ky. Jemi dakord? Okej, tak dora. Shiko, ti e marr vetë me biznes, ke parë edhe biznese të tjera, fal edhe shumë bashkëpunimeve të tjera. Për ty vet, kush ka qenë një pikë kthese? Pra, gjatë udhëtimit tënd që ka qenë në një drejtim të caktuar, papritur pa kuptuar që mund të jetë ajo televizive, mund të jetë ajo e daljes publik. Në jetë unë kam pas shumë uli ngritje. Okej. Kam ndërtuar biznese, kam ashu, jam ulur, jam ngritur, kam humbur lek, kam fituar, kam humbur. Edhe unë mendoj, unë nuk besoj kjo gjë. Unë mendoj që kjo do vije gjithmonë. Okej. Varet si e menaxhon ti. Momenti që ke marrë ato kthesën, po themi. Kthesa ka qenë momenti kur unë studiova botën e social medias. Okej. Ai ishte kthesa më e fortë. Aty kuptova që jo çdo lloj njeriu do të punoje ose të lodhet kur ti ke aftësitë për të bërë diçka tjetër dhe për ta rikuperuar anën monetare të njëjtë në të njëjtën fushë, jo në të njëjtën fushë, do të thënë duke të njëjtën sasi, por me një rrugë më ndryshe. Më të lehtë të kuptuar. Sepse unë mendoj që kjo vjen nga mas moshës 30 vjeç. Po. Ti do punosh deri në 80 vjeç, sepse bëhesh më i hapur për të parë. Nuk çfarë ka punuar, kam qenë kuzhinier, kam qenë kamarier, kam qenë barist, kam qenë bodyguard, kam punuar bodyguard, kam punuar modeling, flasim për jashtë, kam punuar në edhe në Kepler kam punuar, Po, këto kazavi, nuk jam të kështu. Di që është një nga profesionet më të paguara në Gjermani. Unë merja në ato kohë 3700 euro muaj. Që s'jam pak. Unë nuk bëja gjë, kisha dorezat. Po, e di. Fuça makinerinë e kategoria kaq. Kam përshtypjen. Po këto ishin fillimet e mia në Gjermani. Atje nga mënyra infrastruktura që kanë. Bravo. Tjerë është më e pastër ndoshta se sa ndonjë nga dentistët që punojnë lokalisht. Ti çdo lloj zanati të ketë ai. Kur ulemi me kafe ose me bar ose me restorant, ne jemi gjithë njësoj. Gjithë respektuam. A kupton, respektuam, po kemi një mentalitet. Madje kam përshtypjen më i respektuar është ky person, sepse jep më impakt në komunitet. Shumë e vërtet. Të në Shqipëri është komplet ndryshe. Një person që bën këtë punë, një kamarier për shembull, ose një pastruese, për buzat, nuk mund të ulet me një personazh tjetër, që është një ministër ose ashtu ose një shitës, nuk mund të ulen bashkë. Kjo vjen çudimu, edhe më vjen pak nuk e di. Dvije keq, sepse i ke pa të dy botat e ndryshme. Sepse atje rrogat dhe vlerësimet janë njësoj. Si ai që është atje një shitës apartamentesh, si ai që është një pastrues. Në qartë. Domethënë të dy paguhen mirë. Po. Të dy kanë edhe statusin sociale humane. Se rregullat humane janë gjë më e rëndësishme. Ktu s'janë rregullat humane. Ktu jemi pak me ligje xhungle domethënë. Jemi pak. Kush nga këto profesione që ti ke ushtruar gjatë gjithë jetës tënde ka pas më shumë impakt për të hapur syt, po themi, për të kuptuar atë që do? Komunikimi gjithmonë. Është kamarier lëku. Kamarier lëku. Po. Nuk ka. Shumë vërtet. Është edhe më e bukur. Ma kanë konfirmuar shumë persona. Sepse unë ndan kësaj kam përfituar 4 gjuhë. 4 gjuhë. Po. Që janë ndjes, po dua të di. Është gjermanishtja, italishtja, është anglishtja edhe shqipja. Okej, perfekt. 3 gjuhë i bie, 3 gjuhë fal. Jo, për ty quhen kata se fakti që ke jetuar andej. Këto gjuhë i flas në të lexuar dhe të shkruar. Në bën nishë flasim
Super. Të komplimentoj edhe për këtë, sepse që të kesh dyert hapura sot, nesër mund të të lidhi prapë jeta me këto shtete. Dhe ne themi gjithmonë që shiko, veshja është ajo që të hap derën apo fjala e parë, por për mendimin tim gjuhët janë kryesore, sepse ti ai që lidh marrëdhëniet më kollaj me ato popullar. E vërtetë është. A ka pas ndonjëherë dështim fatal që me zor e ke marrë veten? Po. Ishte koha në Gjermani kur unë është depresion, se kam thënë asnjëherë, është programi i parë. Është një depresion shumë thellë, saqë unë humba punën. Që i bie para 3-4 viteve. Periudha e pandemisë? Ndodhi një depresion i thellë, saqë unë kisha vite që jetoja në Europë, edhe unë humba gjitha, punën, pasuritë, unë kisha edhe shtëpinë atë kohë. Humba çdo gjë. Do të thonë ishte diçka, mund të ishte edhe një gabim imi, po mund të ishte edhe një gjë që por ama kjo gjë më bëri që të bësha më i fortë. Në qartë. Shiko, por ama nuk humba letrat. Dokumentat që kishe atje. Këto nuk i humba. Sot i ke akoma. I kam akoma. Super. Të pyes parë për këtë temë. Po, është një gjë mirë se unë i rikuperova këtë. Sa kohë zgjati pjesa e depresionit? Një vit. Një vit. Qëndroi dikush pranë, si kanë qëndruar që do ta falenderoj këtë radhë është familja ime. Ishin atje apo? Do të thonë që kanë qenë familja, përfshirë mami dhe motra. Kanë qenë dy persona që kanë, sidomos motra që është. Në qartë. Që unë i purli për çdo gjë asaj. Qa mendon që përveç se mbështetjes së familjes të bëri që ta superosh ato? Të pyes sepse sot është një temë aktuale, aq më tepër që njerëzit nuk falë se s'mund tash sa pak i lutuar. Okej. Më falni, jo. Problem, merr kohën tënde. Për të qenë i sinqert me ty. Jo, më vërtet më kapet një çfarë që nuk do. Përveç se është temë që sa vjen edhe po ndjehet, unë vetë personalisht e kam kaluar. Në mënyrën mendoj që ka kaluar çdo person. Më të vështirë çdo person. Po diku vjen ke shumë, ke njerëz që nuk e kanë rikuperuar dot. Ka shumë. Që kanë arritur në vetvrasje, kanë arritur në shkatrim familje, kanë arritur në shumë gjëra që ti nuk ke ide. Edhe po vazhdojnë ndodhin ashtu tek kësaj dite. Meqense dolëm kjo tema dhe ishte e papritur edhe për mua. Çfarë do thoya ti personi që ndoshta tani po na dëgjon? Okej. Dhe është në atë fazë, po themi në një vit që ti ke qenë në muajin e 6 apo të 4 dhe nuk e di se çfarë mendon. Unë dua të them vetëm diçka të fundit që është shumë e rëndësishme. Depresioni sot ta ulas gjë. Gjë më e bukur të rish afër familjes, edhe gjë më shkatruese janë veset. Nuk ka. Kur themi vesen, se në orientohesh këto suplemente, suplementet narkotike 1, bigjozi 2. Ajo qefi i modh që se janë shumë aventurier. Qefi që mund të shkosh me shumë femra, me shumë gjëra, është dorë me një shkatrim i jetës. Dhe më thënë ti nuk do rikuperosh dot më. Do kesh gjithmonë atë gjë dhe o do kalosh në vetvrasje, o do kalosh në shkatrim familje, o do të marrin dhe do të hullin me i vend nga borxhet që do kesh. Edhe është vështirë ta rikuperosh. Realisht të falenderoj shumë që e ndave këtë, sepse kur shumë njerëz flasin, po shumica flasin jo nga eksperjenca vet, qoftë ato profesionistë që i trajtojnë këto gjëra. Dhe kur e thot dikush që e ka kaluar vetë dhe ka superuar këtë pjesën, është realisht mesazhi drejt për drejt. Këtë gjë kam shprehur edhe në videot e mia dikur, se kjo është e hapimi i parë që bëra. Kjo ndodhi mbas depresionit që erdha në Shqipëri. Doja thjesht të shpreha gjërat që doja. Mendon që kanë ndikuar edhe për mënyrën se si ti shfaqesh përpara publikut? Kjo gjë, sepse tani që më the këtë, më jep një pamje akoma edhe më të gjerë të personazhit tënd, kur them personazhit atij publik, po edhe të personit tënd, që është akoma më e rëndësishme. Sepse ndonjëherë që shfaqemi nuk kemi 100% jon, ca gjëra duhet t'i bëjmë. Por realisht thelbi jot është ajo që është më e rëndësishme. Që të bën ai që je. Ka ndikuar për mënyrën se si ti je sot? Ka ndikuar kjo gjë? Kjo gjë? Mendoj që ka ndikuar pak. Ka ndikuar pak që shoqëria te rrethi familjar. Por është mënyra si i shef gjërat sot? Tani që i shoh gjërat është ndryshe komplet. Domethënë nuk e di, nuk mund ta shpjegoj dot, por është diçka që
është ndryshuar, si të nga fillimi deri në fund. Si nata me ditën. Nata me ditën. Edhe tani ato habiten se s'ka mundësi tjetër noli kjo, kupton? Vetëm në vërtet një e di pse të pyeta sepse se në fund të ditës kur ndajmë eksperiencat bëjmë mirë edhe për ato që ti paraprin ndoshta këtyre situata, po të kuptojnë ndoshta që duhet ta shikojnë dhe si benefit. Në eksperiencën time, më ka bërë që çdo gjë ta shikoj ndryshe. Okej. Kam kuptuar edhe rëndësinë e paras, fuqinë që ka. Kam kuptuar që ndoshta nuk mund të jetoj aq gjatë sa çka menduar deri në atë pikë. Sepse ajo lloj ndjenje për ta seruar për çdo që nuk e ka përjetuar, jam i sigurt që ti në momentet e caktuara ke përjetuar, është që ndjen edhe që po vjen fundi jot. Ndoshta dhe jetën e vlerëson më shumë se ç'duhet. Dhe prandaj të pyeta për këtë lloj kthese sepse unë të paktën personalisht tani që e mendoj, sidomos tash që po flas me ty që e goxha personazh interesant edhe për tu eksploruar dhe lumaj që do doj të eksploroj akoma dhe më shumë qoftë edhe pas këtij podcasti, është që një e dua jetën më shumë. Dy, jam i gatshëm që të bëj gjëra më të mëdha se ç'kam pas mundësi të bëj më përpara. Sepse në një farë mënyre e kam parë edhe pse më ndjekës kam parë vdekjen me sy. Dhe asnjë gjë nuk më tremb sot. Dhe prandaj sot jam në këtë podcast që po hap dhe kam kënaqësinë që të flasim bashkë. Kam akoma më shumë kënaqësi kur bëj trajnime se them çdo gjë që di duhet ta jap. Pra si ajo biblioteka që do ta shikoj gjithë informacionin dhe prandaj jam i sigurt që ka qenë edhe goxha domethënse me ty dhe realisht e vlerësoj që e ndave këtu jo për faktin që do ketë impakt tek audienca më shumë se sa për atë sinqeritetin që unë mendoj që është podcast i parë që hapem sepse ishte te ti që u hape. E pash dhe të ti që e kishe një gjë për ta thënë edhe. Shiko, njerëzit hapen aty ku fillojnë ndihen mirë. E mendoj që është podcasti më natyral që kemi bërë deri sot. Falenderoj për këtë feedback. Shiko, nga ajo që shohim tek ti, sa është po themi reale, pra është Arnoldi i vërtet dhe sa është po themi skenar. Sepse gjithë njerëzit janë kurioztarë që ta dinë këto për çdo personazh. Kjo është edhe një sekret. Sekreti është, do të jesh 80% real edhe 20% skenar. Që ti do t'i kombinosh bashkë këto gjëra që të krijosh një personazh. Në qartë. Kupton? Nëse do ishte e kundërta, çfarë mund ndodhte me imazhin tonë? Pra, përfytyroje sikur 80% ndje artificial, do bësh çfarë thotë regjizori. Do ishte komplet ndryshe, do ishte katastrofë. Nuk do ekzistojë fare. Mirë që nuk do ekzistojë, po nuk do e kisha gjatë. Sepse kjo jep jetëgjatësi. Se ti nuk mund t'japësh jetëgjatësi vetëm me si thonë me falsitet. Me falsitet ose me mendon që ndihet tek publiku nëse ti je falca. Ndihet. Sepse ti ke bërë bashkëpunime të ndryshme me biznes të ndryshëm që ti promovosh. Sepse kur ti do të shpresh një gjë falsifikimi, Jo, falsifikimi vetes është ajo, jam rregull. Mund ti është edhe pak tip mbijetese. Në qartë. Domethënë, pra ti po arritesh për ta bërë. Është një gjë që thotë gruaja burrit, ti më ke gënjur. Ai nuk e ka gënjur. Ai thjesht e ka bërë që të dihet më mirë. E ka gënjur që mos bëhet merak. Kupton, është një si thotë këto gjë që nuk di si të mund ta shpjegoj. Është diçka që ti del nga situata. Pra pa egzagjerime. Vërtetës, pa egzagjerim, pa e bën për një qëllim të mirë. Në qartë. Që njerëzit ta kuptojnë edhe unë mundom sepse unë mundom edhe që ti kënash njerëzit. Nëse kuptova saktë në 80-20 sepse më pëlqeu që ma dheja edhe me përqindje. Pra ti mban 80% të naturalitetit dhe fut 20% që më shumë që të bëhet më kuptueshme për publikun, pa që të kesh ato impakt. Tash përpara unë gjati mendoj ndarket. Goxha interesante. Ndarket para se të fle, unë mendoj se çfarë do bëj nesër. Okej. Edhe kjo është skenar. Nuk po flasim skenari shkruaj ke unë çdo njeri e bën këtë. Pra fakti që ti e mendon, të arrijë personi që të arrijë këto gjë, pastaj personi bëhet në një nivel më të largët se të tjerët. Unë kështu mendoj. Shiko, idetë më të mira janë ato që ti i strukturon. Bravo. Dhe kam përshtypjen që në rastin tënd ai 20% që nuk është falsitet më shumë se sa strukturim, i asaj që do bësh. Edhe diçka tjetër nuk është e vërtetë për ato njerëz që mendojnë për shumë gjatë. Mendoj për të nesërmen, pastaj për të mas nesërmen. Po, tamam. Këtë e kam zbuluar vetë. Kjo është shumë e vërtetë, këtë gjë kam mësuar dhe unë kur rris. Se kum thosh mua disa njerëz jo mendo për të ardhmen. Jo, nuk është ashtu. Do të mendosh për nesër një herë, pastaj për pas nesërmen. Fiks, sepse e nesër mund të tikë dëm. Mund të tikë dëm edhe mund të shkatërroj komplet ardhmen. Plus nëse do afat gjatësi do të çosh apo të shkurt. Unë sot kësaj dite që po flasim ne tash i bashkë. Ke pas rast konkret që të ka bërë zësh mend për këto?
Se është mesazh shumë i mirë, sidomos për pjesën e të rinjve që ndonjëherë duan të bëjnë hapa shumë të mëdhenj, edhe pa dashur pastaj bien më fort se personazhi im aventurier që ka qenë gjithë jetën, nuk bëj asnjëherë plane për të nesërmen. Thoya ç'a dale. Ku do ikim sot? Ç'a do bëjmë sot? Ç'a shteti do ikim sot? Po. Me këtë do dalim sot. Ndoshta ndoroje për pas 5 vjetësh kohë, pra ishe për një orë më vonë ose për pas 5 vjetësh, dhe s'ishe për nesër. Pastaj ndodhi një ditë që shifra që po bëja gallat, po bëja qef tjerët po kënaqin, unë po u zhytesha. Domethënë nga unë ato po mershin, po energjia jote, po karikon të tjerë, ndërsa unë po uleja. Edhe unë bëra ndryshim. Okej, thash me vete. Po flija ndarkë tash. Sikur ta bëj këtë radhë kështu. E mendova dhe fillova të thoja. Nesmen bëra një skenar komplet ndryshe, vetëm duke menduar ndarkë. E di se shpurna çuna thash unë. Të marr valizhet do ikin në shtëpi thash. Ishim mbajmë kur ishim në Santorini. Okej. Po ishim një grup shoqëror shumë të çmendur, ë. Po në moment thash të marrë valizhet dhe ikin në shtëpi. Nga ato moment ne kishim 3 muaj që kishim për biletat, se do shkoshim në për ishuj, sa këtë andej. Edhe ata thamë. Ne kishim bërë dhe vite tjera. Që shkosh një vit për vit. Por ai vit që unë ndërpreva në mes, hika. Ishte kthesa. E ndërprenda ato. Këtë do thote që nuk e përballoshin dot pushimet pa mua. E kjo ishte një karikin që u jepja unë atyre. Le të themi ti ke qenë dhe një lloj busulle për ato, i ke marrë me vete tek edhe gjithmonë tash në orën ku do ikim prapë, jo, s'bët më tash. Po do bën ndryshe tash. Që kjo është shenjë e mirë sepse ti jep tiparet e liderit, në sensin ti tërheq njerëzit. Bravo, gjithmonë kam qenë kështu, gjithmonë. Përdore sa më shumë. Gjithmonë. Po jo lider që tregosh veten ose është një lloj lideri që ti ke qef e konsideron ti edhe si shok, dhe si tafërm, dhe si vlla, e kupton? E marrësh aq afër sa që edhe ndihmon edhe ngren. Si shok, kam përshtypjen ti nga ato liderat që udhëheq me shembull. Pra ti nuk thua se çfarë duhet bësh. Jo, nuk e them këtë. Po ti bën dhe don që të tjerë të bëjnë ato. Bëjmë para edhe them. E bën dot këtë ti tho? Hajde ta thon fratelin them unë. E sfidon. Po, bravo. Të pyes edhe për këtë fratelën. Po kjo si ka ardhur si shprehje? Fratelo. Ne kemi qenë një grup shoqëror para 10 viteve që rrishim jashtë, kam qenë në Itali, kam ne 4 vjet në Itali. Okej. Edhe gjithë ne grupi që ishim nga jashtë, njëri ishte në Londër, tjetri ishte në Gjermani, tjetri në Itali, tjetri në Suedi. Edhe shkoshim gjithmonë me pushime në Shqipëri të verës. E vinim këtu neve edhe Ngeli e shpreh, fratello. Për hatër të vendodhjes sate. Edhe çatëherës nuk e kam darë më këtë lloj fratello. Po se duket e ke edhe tek një nga rrjetet sociale, e ke si imazh kryesor. Po, fratello. Se identifikohesh me këtë. Është i pari nga ajo që kam nxjerr këtë lloj. Gjatë gjithë këtij rrugtimi, nëse ta përmbledhje qoftë edhe në një fjalë, pra eksperiencat janë nga më ndryshme, të the role të ndryshme në po themi kamarier, banakier, filma, rrjete sociale, televizioni, eksperienca personale me udhime, me shoqëri të zgjeruar. Unë kam pas raste që rria edhe me njerëz me potencial, për shembull me biznesmen, me arkitekt, me persona që unë nuk kisha asgjë, po ama përshtatje. Unë kisha diçka që unë përshtytesha me çdo lloj personi. Nëse i mbledhim të gjitha këto, dhe sidomos edhe këtë pjesën e fundit që sapo the, dhe do i vendosi një emër, çfarë të ka mësuar e gjitha kjo? E di ç'është kjo? Unë mendoj që është vetëm durim. Të ka bërë që ti jesh i durueshëm. Po. Durimi është gjë më e fuqishme dhe më e rëndësishme në jetë. I mposh gjitha, durimi. Pra fakti që je duron situatat apo durimi në jetën e përditshme, durimi në një gjë, do të thënë durimin do ta kesh vetë në dorë ti, çfarë presësh ka njëherë. Ti thosh mjaft tjetri fitoj nga unë. Kupton? Durimin do ta kesh dhe kontroll. Jo vetëm ta kesh durim edhe ta shosh deri në fund. Po të dish edhe kur është fundi. Bravo, kontroll, edhe vazhdon tjetra, sepse ne kemi këtu për të parë njëri tjetrin edhe për të ecur lart. Që unë kam përshtypjen se ishte mesazh shumë i bukur që nëse shqiptarët do kishin, po themi si cilësi kryesore durimin, do ishin komplet të ndryshe. Ndoshta shumë njerëz nuk do ishin vrarë për një të parë. Apo nuk do kishte kaq shumë divorce, apo nuk do kishte ndoshta kaq shumë luftra politike, apo të gjykojmë dikë tjetër, pse se unë s'kisha durim sepse ai tha këtë. Durimi është gjë për mendimin tim.
Po pa të durim ti dhe nga durimi ti do futesh logjikohesh, nga ajo që të bësh ti para. Durimi është prap. Në momentin që durimi është gjithçka. Në qartë. Nëse do kthehesh pas në kohë, pavarësisht se çfarë kohe ose zgjidhe vetë kohën, e ke në dorë vetë. Çfarë do ndryshoj, a? E them se një fuqi ta jep këtë gjë. Dhe është vetëm një one shot, pra vetëm një moment mund të kthehesh. Çfarë është gjë që mendon që do ta ndryshoje sepse ajo si rrjedhoi pastaj do të ndryshonte jetën për mirë? Unë mendoj që nuk dua të ndryshoj asgjë, sepse kështu ka qenë kalimi i kohës, por dua që nëse do ktheja kohën mbrapsh, do doja të riktheja dashurinë e parë. Okej. Edhe pse nuk është e arritshme, nuk është gjë që nuk e bëhet, atë do e bëja. Do doja ta ktheje si ndjesi apo vetë personin? Do doja ta ktheja dhe ta rikuperoja. Në qartë. Kam përshtypjen që këtë mund ta kenë shumë njerëz, sepse është një nga ndjenjat më të pastra për shkak edhe të moshës që ka qenë. Po nuk vuj nga kjo pjesë, por është një gjë që është një gjë natyrale ose një gjë afeksioni që kur nuk e kam pasur asnjëherë deri më sot, edhe e kërkoj nuk bëhet më. Në qartë. Do doja ta ktheja kohën. Kam përshtypjen që është edhe çështje rrethanash, sepse ndoshta edhe ti vetë rritesh. Edhe po të kthej në kohë, duke qenë se ke parë shumë gjëra, ndoshta nuk e përjeton dot më një lloj. Bravo. Jo, tani duket një idiotësi. Unë nuk besoj në dashuri. Nuk beson. Nuk besoj. Unë mendoj që dashuria vërtet është vetëm nëna. Edhe këtë s'mahesh po kush nga mendja, sepse dashuria ndaj njëri tjetrit, ndaj një çifti është ka të marrë një interesi. Normale, ka interes, sepse është ajo, sepse unë hiki rrim bashkë dhe nuk rrim dot pa njëri tjetrin. Është marrëdhënie seksuale, është mbrojtje ndaj njëri tjetrit, është përkushtimi ndaj njëri tjetrit, e normale mësohesh keq. Do kërkosh prapë atë që do e kesh. Kurse që nëna është e pastër. Nëna është e pastër, 100%. Shumë e vërtet. Nuk ka. Dhe kjo është e konfirmuar dhe prindërit. Ndër shekuj, dhe e them ndër shekuj sepse kjo është gjë që trasmeton dhe feja. Kështu që përsa ko feja është lartë, sidomos ajo muslimane. Pse e thash unë se po duke pak si i kundërt. Pse e thash unë që do të rikthej dashurinë? Ma thuaj. Do doja ta çoja deri në fund atë gjë, sepse ishte dashuri normale, ishte një dashuri afeksioni i interesit ndaj të dyve, që nuk do vi më dhe nuk e kam vënë më më herë tjera, po është një gjë e bukur, që unë do ta vazhdoja atë. Por tani kaloj, nuk e çam më bë. Vetëm nëse vjen ajo si që da gjindi? Po, që ai që plotson dëshirë. Bravo. Qose vjen ai bëj, qose vjen nuk bëhet. Para se të kalim ke aspekti biznesit, që është edhe fokusi jon kryesor sot. Çfarë ndodhi? Pse nuk vazhdoi? Biznesit në Gjermani? Jo, para se të kalim ke biznesit, çfarë ndodhi me këtë dashuri të parë të pastër? Flasim për dashurinë e parë, Po. Ishte një dashuri shumë toksike. Ja, qartë. Shumë toksike saqë ne penguam njëri tjetrin. Penguam ma shumë njëri tjetrin në të ardhmen, në shkollimin, në çdo gjë. 7 vite, 8 vite. E lam vetëm masdore. Ishim si dy të përgosur. U ndanim, u bashkonin, u ndanim, edhe u bë të keqja njëri tjetrit. Edhe e lam një kështu që nuk do shifemi më, do largohemi përfundimisht që të vazhdojmë të rikuperojmë jetën tona, se ne po marrim fund kështu. Se ne ishim bërë edhe skelet nga dashuria. Duke denjë vërtet. Me pashtu nuk shkon. Më ke kujtuar një film ndoshta e ke parë, është me Will Smith, është Hancock. Bravo, e njëjta. Ato të dy kishin superfuqi të mbinatyrshme dhe Will Smith, se mbaj mend se si e ka emrin si personazh, është pa memoria. Nuk mba mend se nga ka ardhur të tjerë dhe bën këto, ishte aventurier. Domethënë kishte aftësi fluturonte etj. Dhe zbulon pastaj mbrapa që kishte pasur një grua me po fuqi të mbinatyrshme, por ajo e kishte evituar sepse këto kur ishin bashkë, këto fuqi të mbinatyrshme fillonin zhdukeshin dhe bëheshin të vdekshëm. Domethënë, filmi kur e shikon duket si film, po themi fantashkencë etj, po thelbi ky ishte, që këto ishin në një mënyrë qose rrinin afër shkatronin njëri tjetrin. Dhe më kujtove fiks të gjë sepse ndodhen në dom sot në të gjithë botën. E rëndësishme është të dihet sikur të jepit fundit sepse sado i dashuruar ti jesh nuk mund të vdesësh për dashurinë.
E vërtet është. Dhe them me diçka, dashuria e vërtet asnjëherë nuk ecë përpara. Asnjë nuk e ka realizuar, nuk besoj. Është janë shumë tralla. Prandaj po them, se po ta kisha. Prandaj them vërtet që të ketë jetu për atë. Nuk besoj. Nuk ekziston një. Edhe prandaj po them, po ta kisha pas atë, do e kisha shtypat butonin për me shkuar në të shkuarën, edhe për me ndryshu me këtë mendje që kam tash, do e kisha ndryshuar. Do ta kisha moderu pak ndryshe. Edhe pse ajo mund të ishte në nivel pak më i largën nga ajo që ashtu, po do e kisha futur në shinat e trenit. Shiko, me qenë se ishim tek eksperiencat dhe gradualisht do afrohemi pak edhe synimeve tuaja për biznesin. Çfarë këshille do jepje dikujt? Aq më tepër nëse është në moshë të re dhe është në hapat e para të eksperimentit me suksesin përgjithësi. Me suksesin. Por themi suksesin sepse është një konotacion më i përgjithshëm, pra është vetë zhvillimi personal, është biznesi, janë gjitha brenda. Suksesi vjen gjithmonë nga thjeshtësia. Sa më i thjeshtë i rish klientit ose pa normalisht është edhe komunikimi, po jo ta ngresh tonalitetin. Ta ulish tonalitetin. Mund të themi përshtatja, përshtatja është 100% është siguruar, është edhe përkushtimi, rutina. Po doli nga rutina, hiku. Po se ishte shumë bukur që unë mendoj darkë edhe nesër në nëse ti e humbet rutinën, unë kisha çdo ditë për shembull, unë nesër do bëja se bën një video. Çado që të jetë reklam, mund të jetë një gjë fani, mund të jetë një gjë, një mesazh, mund të jetë një komedi ose një dram, do e bëj se s'bën një gjë nesër. Pra për të mbajtur konsistentën, jo domosdoshmërisht është një biznes bashkëpunëtor. 2-3 ditë dhe do një muaj ta rikuperosh prap. Ja qartë. Që jo vetëm kjo gjë, te shumë lloj biznesesh. Unë faktikisht rutina. E kam vërtetuar dhe edhe ashtu siç e bën vetë se bën dot një tjetër. Normal. Unë për këtë kam pas probleme. Sepse kam pas problem të delegoj, në sensin që gjë që e bëjnë ta bëjnë të tjerë, po është gjë që duhet ta ambientohemi faktikisht, sepse s'bën gjitha vetë. Ne folëm pak edhe për biznes, por që një moment duhet fillojmë të besojmë edhe të tjerë. Tani unë atë dua. Unë do të bëj edhe një mesazh tash. Dua të bëj edhe bashkëpunime me montazhier, me kameraman, me marketer, me skenarist, edhe gjithmonë se unë vetë i kam bërë gjitha. Jam lodhur burr. Që të shkojmë gradualisht ke kjo. Ku e shikon veten pas 5 vjetësh? Në sensin kur mendon për vizionin tënd, e gjen veten në këtë pikë. Pra, është Arnoldi tani bashkë me mua, ndoshta pas 5 vjetësh, për çfarë do flasi? Të një histori të bukur. Po, patjetër. Unë para se të vija në Shqipëri, unë ose do vija në Shqipëri, thash, se lash Gjermaninë, o do vija në Shqipëri, o do shkoja në tempujt aziatik në Tibet. Është ajo që bën gure. Si quhet ato që bën Guru? Di ç'është guru? Po, guru. Që bën 10 vite. Okej. Unë do bëj atë, o do vija në Shqipëri. Pra dy ekstremet. Po. Sepse unë mendova se të bësh guru, duhet të rish 10 vite minimumi. 10 vite, këto 10 vite, as celular, as kontakt me familjen, as gjë. Kushdo që ka dalë prej aty, janë njerëzit më të pasur në planet. I ka edhe në fakte në YouTube ose në Google. Por vendosa të vi të bëj një guru në Shqipëri. Okej. Kjo është. Shiko, ty të karakterizon pjesa avantgard që je dhe i hedhur. Por edhe këtë do të mendoj që do ishte ekstrem guruja? Nuk do ishte. Sepse ka dy gjëra. O do harrosh të kaluarën edhe familjen, o do ecësh përpara, o do jesh, pse dalish nga aty do bësh se s'bën numër nishi. Pra mund të themi që duhet një sakrificë. Rutina e bërë e kapitalizmit është bërë në mënyrë që ti të jesh i varur ndaj atyre, varur ndaj telefonit, të varur ndaj me shpërqendrime, bravo, ndjek rrugën e tjerëve. Ti kur del nga aty, del me një mentalitet komplet ndryshe. Edhe 100% bësh numër nishi, s'ka. Është ashtu, është studiuar dhe çdo person që ka dalë nga aty ka dalë. Shiko, un kam ndjek seanca, kam shumë respekt për mjeshtër Shekin, nuk e di nëse ke ndjek një seancë. Dhe një nga gjërat që kam mësuar nga meditimi është që nëse ti takohesh me veten, në kuptimin real të fjalës, ti kupton çfarë don dhe kur kupton çfarë don, pastaj fillon ke edhe një plan real. Kjo është një magji thepun. Një aftësi, nëse ti ja lejon vetes të shkosh në atë nivel. Është një nivel sikur është Gogu,
që shkon në level Super Saiyan, kjo është e njëjta gjë. Edhe unë kur ka vazhduar të merr me projekte, me video, ti ke parë se projekte kam unë sa skenare që bëj, gjithmonë kur ule mendoj ja fus cigares shpejtësisht. Vazhdoj pi, edhe njëkohësisht unë shoh dhe vetën time përballë me në karrike, duke menduar skenarin se çfarë duhet bëjmë. Edhe jam aq i aftë sa që mund ta krijoj për brenda 1 sekundi çdo gjë. Në momente që je vetëm ti edhe vështirësie, ti je në një vend që nuk ke ku shkon, tak ajo vetë, domethënë bashkëbisedon me njërin që është hija jote, edhe ti del nga situata. Ku realisht bashkëbisedon me vetën. E kanë ato që kanë shkuar në një nivel avangard. Kanë dhe inteligjencë emocionale të lartë etj. Shiko, unë jam nga ato faktikisht se kam deklaruar se s'para flas për fen, politikën, po edhe për sportet, se janë 3 tema që të bëjnë edhe të largohesh ndoshta nga njerëzit sepse kanë bindje të tjera, po unë realisht besoj që edhe Zotin e kemi brenda nesh. Patjetër që mund të jetë gjithandej, po është brenda nesh dhe është mënyra se si ne komunikojmë me Zotin është kur mendojmë apo kur bëjmë këtë që ti sapo the, pra unë bisedoj me veten time se çfarë është hapi i radhës e kështu me radhë. E ke pasur ti si sa dir. Pra, edhe Zoti është brenda nesh. Bravo. Pra, mënyra se si unë komunikoj është me Zotin është kur mendoj, po themi çfarë do flas me Arnoldin sot, çfarë duhet nxjerrim pa të mirat e atij sepse unë i di, po duhet i di gjithë publiku etj. Më duket sikur kur flas me veten, po flas me Zotin thotë dhe ai më thotë që po, kjo është ideale. Kjo ndodh shpesh. Komunikimi me mund ta qush Zot, çdo lloj gjëje të mund ta quash ti. Çdo lloj force. Çdo lloj force ose perëndi, se ne dikur i lirët e vjetër i thoshim perëndi, nuk i thoshim Zot. Dhe unë le dalim ke feja. Unë jam gjys katolik dhe gjys musliman. Kam respekt për çdo lloj feje. Për arkitekturat, për xhamiet e bukura, për kishat e bukura, për ato kishat ortodokse as të larta, do të thënë i admiroj. Është një fuqi, unë mendoj që është një fuqi, aq e natyrshme, aq e mbizotruar saqë ngel me gojë hap. Po. Në fund ndihet bravo. Edhe unë gjithmonë pas ke gjithë mirë se merrek nga të dyja fet, të mira të dyjave. Gjithmonë. Se në fund të ditës feja është edhe të tre, edhe ortodokse. Gjithmonë. Tani unë insistoj gjithmonë që të marr atë që dua. Mbas 5 vjetësh. Nëse mbyllim syt dhe imagjinojmë Arnoldin, ku mendon se do jesh, sidomos nga aspektet e biznesit. Ta bëj këtë pyetje sepse shikoj një vendosmëri tënde nga biseda edhe përpara podcastit, që kur mu personalisht më mjafton dëshira që ti ke, pavarësisht planit që mund bësh. Dhe kush ka dëshirë arrin atë gjë. Dhe për sa kohë ke këtë dëshirë, do doja të dija se ku e shikon ti veten mbas 5 vjetësh. Dhe them fiks 5 vjetësh sepse edhe në terma universitar duhet 5 vjet që ta shikosh një biznes realisht se ku është. Mbas 5 viteve, unë kam një gjë që arria gjë s'ka. Që është? Dhe më thënë që mbas 5 viteve, unë do jem se s'bët dikushi. Dikushi, nuk mund t'i japim shumë vlera vetes, po dhe arri se s'bët diçka. Dhe arri një maj diçka. Nuk ka ku shkon. Unë vdes këta e kam qëllim, nuk e di. Do m'japësh pak më shumë. Në fushën e marketingut do jesh më shumë, në industrinë e filmit, në showbiz, në marketing, edhe në showbiz, edhe në gjëra tjera. Jam i sigurt. Se unë kam qejf të luaj me shumë gjëra, jo vetëm diçka. Meqense dolem ke kjo, mendon që të penalizon fakti që merresh me shumë gjëra? E di pse të pyes, unë diskutoj shpesh me kolegë. Sidomos me njërin e kam pas temë të nxehtë që fakti që merrem me shumë gjëra më penalizon. Bravo. Njerëzit dhe kompanitë më duhet ta kuptojnë stilin tim. Nëse ai ka interes se unë, normale që do marrë. A kupton? Por do ta kuptoj stilin tim, do ta kuptoj atë dëshirën time, atë gjën që dua. Unë nuk mund të jem vetëm te ty, vjen shumë keq. Duhet të jem te gjithë. Sepse kështu më pëlqen. E kuptoj shumë. Unë gjithmonë kur rria me një person, për shembull në dhomë, që rrinim aty, unë mërzisha, hiksha. Nuk mund të rri dot vetëm me ty. Hajde edhe një shoqë tjetër, hajde një shok tjetër. A kupton? Ose marrim don gjallëri dhe diversifikim të gjërave. Nuk mund të rri dot vetëm me një person më shumë se një javë. Kjo është gjë e mirë se në tipare biznesi ti nuk e ke problem të drejtosh 5 gjëra ekosisht. Nuk e kam problem. Madje pas ke përgjegjësi. Më pëlqen të bëhem shumë aktiv.
Okej. Më pëlqen sepse po e lash veten si ai uti që nuk lëviz, bëhem kalbe komplet. Bëhem pa memorie, pa asnjë gjë, përfshi çdo gjë. Ka ndonjë gjë që të ka ngel peng që nuk e ke realizuar akoma? Jam si ai motorri që nuk e kam realizuar. Që të ka ngel dhe peng. Që mund të jetë pjesë edhe e këtij vizioni për 5 vitet të ardhshme. Nuk e di. Fakti që mendosh është gjë e mirë, do thotë që s'ke pengje fare. Jo, kam pas shumë, nuk është se kam vetëm një, kam shumë. Unë do doja dikur për shembull kur punoja në gastronomi, do doja të kisha një restorantin tim për shembull. Okej. E kisha kështu. Vazhdon ta kesh si e kam, po kur e kuptoj se si funksionon nga brenda tash, është një përgjegjësi shumë e madhe. Përveç saj, është të ma peng gjithë jetën. Yes. O nuk mund të ri në një gjë të tillë. Jo më larg se sa mund ta krijoj, por ama mund ta krijoj me dikë tjetër, ose me vllajt, ose me njerëzit e mi që do kupton. Po ta kesh ti gjithë përgjegjësinë të ngujohesh atë. Sepse nuk duhet ngujohem. Është qartë. Se prandaj nuk ikën as në guruetje në tempuj. Jo më larg sa pardje, po flisja me dikë që ka një linjë restorantesh, tamam se s'është turp edhe ta themi, po flisja për sepse mund të jetë sponsor. Unë kam dhe certifikat e kuzhinë, jam mjeshën në kuzhinë. Edhe këtë e pas kuzhinë italiane, mediterane, franceze, çdo lloj kuzhine. Por unë nuk e kisha prapë nuk rrija ke kuzhina. Dilja jashtë. Me komunikim me njerëzit, pëlqen më shumë ajo. E kishte raste që kuzhinieri nuk vinte një herë në punë, e shkoja e bëja shpejt atë gjën makaronën, e thithja në pjatë shkoja dilsha me si kamerë të betohem, ë. Shiko, pronarët zakonisht më sepse ka edhe nga ato që mund të kenë qef, njerëzit po themi që nuk i kanë në kontroll, nuk i kanë qef. Sepse duan që ti ashtu, kështu që mbaj rrugën e biznesit që ke nisë, që ti je vetë ustaj i gjës tonë. Shumë njerëz do kemë dhe komente me këtë. Thonë që ky nuk është i qëndrueshëm. Nuk është i sigurt me veten vet, apo çfarë do të arrijë në gjë. Po nuk e dua këtë. Jo, ti je ky sepse ti di se çfarë do. A kupton? Unë dua të merr me shumë gjëra. Më pëlqen. Prandaj them, qëndroj fushës tënde, sepse ose duhet gjej një pikë të qëndrueshëm që të kem lidhje me çdo gjë, me ato gjëra që dua. Ose me një gjë nuk mund të rri dot. E kam shumë të vështirë. Çfarë shërbimesh po ofron aktualisht për bizneset? Për bizneset un kam bërë një montazh kohë të fundit që bëhet fjalë për bizneset e vogla të ndaja. Normalisht që imazhin në këtë radhë se u ka bërë shumë reklama, është ndryshe, do jetë më serioze, do jetë më e avancuar dhe më e përqendruar te kjo gjë. Kur themi përqendruar, sensi do jetë më e strukturuar. Do jetë më e strukturuar. Edhe mendoj që do ketë sukses. Sepse më pëlqen të reklamoj, më pëlqen të shes. Super. Çiko, unë ta thash që ke gjë vetit për të thash çfarë dua. Unë dua një staf. Po edhe stafin jam gati po e përgatis. Perfekt. Do e gjejmë. Edhe po sugjet, pra vetë dhe dal. Sa më shumë suksese. Kush mendon që është, po themi, vlera që merr klienti në një bashkëpunim me ju? Vlera është... Flasim për vlerën edhe direkte edhe indirekte. Që ti kemi në të gjithë klientët që kam bërë bashkëpunime, i kam edhe si tip shok, i kam bërë dhe si shok. Okej, keni ndërtuar marrëdhënie po. Ka ata që më kanë pranuar. Kush ka qenë impaktin pas bashkëpunimit? Tani e di çka ka ndodhur tash, i kam bërë shumë shok, saqë Gela duke i bërë reklama falas. Se si marr dot lekët, s'kam çfarë t'ju bëj. E kupton ti? Domethënë nëse një biznes po shikon tani do thotë vetëm herën e parë do paguaj. Ama fratello mos bë kot ta them ke shok thot bu. Çfarë ke shok valla tash? Shiko, të bëj një pyetje specifike. Dhe këtë e bëj sepse po mundohem të përpiqem të futem në mendjen e dikujt që ndoshta po na dëgjon dhe mund të ketë interes për një bashkëpunim. Impakti kush ka qenë? Po themi rritja e followersve, kanë shkuar klientë të rinj apo më shumë ke unë gjithmonë kur ka bërë reklam, ai ka shitur. Më thotë, "Ore, më erdhën klientë sot." Bravo, mendova se nuk do vinin, tha po erdhën. Erdhën edhe shita diçka tha. Brenda sa kohësh? Brenda të nesme direkt, sa do vinin. Të nesme direkt. Po, edhe vazhdoi gradualisht se ka ndoraj pastaj. Po normal, për se biznesi do përkushtim, do komunikim me klientin, do mirësjellje.
kush ka qenë një nga rastet që të ka dhënë ato kënaqësinë e plotë të kësaj që po bën, sepse ai të ka thënë shumë faleminderit për gjithë impaktin që ke dhënë. Ishte njëri. Pa e thënë emrin e biznesit, s'na lejohet. Ishte një biznes, tani ai nuk do të bëte, ai kishte as shumë punë, sa s'kishte nevojë fare. Okej, shkova atje una. Ishte i biznes i madh. Dhe them una, çfarë do ta bësh? Nuk ka problem, hajt pimi kafe, merr lekat vetëm pim kafe ta mu. Jo. Ngela unë. Si të pim kafe, do të bëjmë, jo mos e bëj fare tha. Vetëm rrim pim kafe thon. Okej, thash unë. Edhe bëri selfie, ai vetëm këtë dua, bëj selfie e ta hudhim tha. Okej. Edhe u habita. Kjo është vlerësim. Po është më pëlqej, do të thënë ka dhe njerëz që kanë dëshirë të rinë me ty. Arnold, shiko, unë të vlerësoj, të falenderoj për gjithë kohën që solle këtu tek ne. Në radh parë për multidimensionin që ke, sepse ka shumë njerëz që e kanë këtë gjë dhe ndonjëherë thonë që shikon s'dia si gjë nga fillimi në fund, paragjykojnë veten, më ka ndodhur edhe mua kjo gjëja, por faktikisht kur ti di pak nga të gjitha, je potencial shumë i madh për liderat. E theksova këtë edhe pse ne bashkë kemi folur për t'ia dhënë si mesazh nuk e di si mund ta të rinjve. Nuk e di si mund ta mbledh këtë lloj fjale që kam unë, që mund të merresh pak nga gjitha, por mund shikojnë si problem e quajnë multitasking dhe vendosin konotacion negativ, por që unë e quaj në mënyrën e të menduar e quaj multidimension dhe dëshirë për të eksploruar, po edhe për të përthithur. Paktën këto kuptova nga intervista dhe të falenderoj shumë që ndave këtë anë tënde me ne. Dhe i them të gjithë atyre që ndjekin podcastin ton që të gjithë njerëzit që shohim sot nëpër ekrane nuk kanë vetëm një aspekt, kanë disa aspekte dhe multidimensionalitet po themi, cilën ja vlen ta njohim dhe të marrim më të mirën për ato. Arnold, dhe një herë të falenderoj edhe do shihemi prapë miqësisht. Një respekt i papar, një personalitet i papar, urime për misionin, për podcastin, e vlerësoj shumë. Jeni papar. S'ka rëndë se ti mësuar me misionin, edhe mirë është një mesazh për tjerët që ti kontaktoni këtë lloj podcasti si ja vlen, me thënë drejtën. Ja vlen. Të falenderoj shumë, Ja vlen sepse këtu shpreh gjëra që ti ke peng dhe tregon ose do të shpresh diçka, vetëm këtu mund të shpresh. Sepse normalisht vjen edhe nga njerëzit. Po, nga njerëz është edhe lloj formati që t'jep dhe komoditet. Sepse unë me një vend që nuk ndjej mirë nuk mund të shprehem. Po. Të falenderoj shumë që ndave goxha detaje. Jo lumt. Të falenderoj. Gjithë si grup. Faleminderit. Unë kam thënë që jap dorën punë për herë. Rrofsh. Ama se dolë, sa zjati një herë.